Trajner, edhe një qerek mund të quajmë problematik pasi skuadra po ka ngritje dhe rënje të madhe në lojë. Si e vlerëson në përgjithësi duelin e sotëm ndaj Proton Cable Prizrenit dhe si e vlerëson pozitën aktuale të Trepçës apo formën e Trepçës në këto kohë shumë afër play-off-ve që jemi? Yine zorlu bir çeyrek, inişli çıkışlı. Trepça'yı biraz formsuz, sonra formlu görüyoruz. Siz Trepça'nın formunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Her şeyden önce yarınki bayramın herkese kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum. Së pari du m'ja uru për nesër bajramin të gjithëve. İkincisi karşı takım kötü takım değil ki. Karşı takım belki de küme düşecek de ama hem iyi antrenörü var hem de iyi oyuncuları var. Dolayısıyla bunlarla karşı oynamak kolay değil ki. Ekipi oponent nuk është një ekip i dobët. Ata edhe pse po ngjiten fundin e pozitës, ata nashta edhe kanë me ropi lige, po nuk e kanë as trenerin e dobët, as lojtarët nuk i kanë dobët. Dolayısıyla böyle kolay maç olacağını düşünmek doğru olmadığını düşünüyorum yani. Kolay maç değil. Po mendoj që është gabim me mendu që ka më kun një lojë e lehtë kundër tyne. Sonuçta baktığımızda takım büyük fark yaptı ve o açıdan memnunuz. Çünkü maç içerisinde çıkışları ve inişleri olabiliyor ama sonuç itibariyle maçı kazandık rahat bir şekilde. Dolayısıyla o açıdan mutluyuz. Umarım formumuzdan daha iyi ama dediğiniz gibi en az %30 daha ilerlememiz lazım. Dhe pse sot fitu me avantazh kena pas zbritje edhe ngritje në lojë. Kjo ndodh çdo lojë, por nuk është diçka që duhet me përsërit. Do e përshë që ekipi ka përparu 30% ma përpara, do të me vazhdu në këtë mënyrë. Dolayısıyla herkese iyi bayramlar bir daha diliyorum. Edhe njerë për ajë bajramin të gjithëve. Të nderuar shikues, kjo ishte tëra sa i përket transmitimit të ndeshjes Trepça Proton Cable Prizreni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe shfrytëzoj rastin që në emrin tim personal dhe gjithë redaksisë sportit në platformën Art Motion t'ju uroj festën e bajramit, ndërsa ne do të takohemi sërish në transmitime tjera. Deri atëherë çdo të mirë.